çmimet janë rrit. Sa ashtu nofta janë rrit çmimet e të kuptu nuk ka kush ta blej bashkë me thënë 1 cent. Vesh ina marë nat, inshallah na le Zoti shnetin e jetën. Për Zotin 1500 lekë marrë kilo molla, unë 1700 do ta shes. Që të merren, se ka në më të keqe për Zotin se ho. Më ka ra se s'ka njerëz. Ku ti morën njerëzit? Ka me t'i plak raskope shitone, këshnet e më rëpashim. Janar, shkurt, mars, po sharuj lek për kryt 2 lade si kam 1-5 lek, po të një gjep nuk e kam. Kam marri shishe tamel, kam marri buk. Sa me hongër buk fëmija. Vesh sa me kalu si thënë për 73 vjeshe jam merë, mente e kres lem nuk ngan. S'ka bleri hish, nuk ka bleri. Mollën e kena marrë 2 me sheqaj, sa kena marrë, se merë kushtoj, se janë pa lek, zdi gjonë që i ka gjithë njërzit, s'ka lek. Jo, se ndoj shpimet e tregu ti që janë të hullë, se suri shesin. O me i tretë o mi ullë shpimin. S'kena që me bo. Nuk ka blerë, s'fare. Ta shka mosh rruga madhe, se kena fëllë për herë për rrugën e madhe qëto. Po s'ka regullën t'i gjallë, nuk ka regullën në Shqipni, hiko e punë, na ina vetën këtë. Vina vetën këtë, të shtetë ditë për të qetën, hiko e punë. Po si sa problemë e pas, a disa djathin e kam tretën, a disa modhin e kam tretën qëtu. Gjizën si dhe mos e kam tretën, se u shqipte për 3 ditë. E të 3 lekë të ona. Shatë bëj. Nuk e nga i shmimet, nuk hecë malli, s'ka kush e bledë.